Megull, na thuaj pak sa është e vështirë për ta realizuar një skenë në një videoklip do të për Genta Ismailin, çfarë do të shoh që i ofrohet Gentës? Sa është e vështirë për ta realizuar? Shumë është e vështirë. Une, në punën time, du gjithçka me konë mirë. Jo mirë, shumë mirë. Edhe gjdo imësin e vogël më pengon, ma vran synën ose veshin. Qoftë këngë, qoftë videoklip. Kam shumë stres të madhë, edhe shumë oblikim. Ka rasti ku nuk flej natër me mendu, qëfar gabime, do me thonë gabime t'i këshyri gjithë. Qëfar gabime ka, se qka, gjithmonë dona me konë 100% e sigurt që nuk ka me pas gabime, edhe ka me konë sen i pëlqym. Atëherë filloi çarşafi i zi i natës ta mbuloj qytetin e bukur të Gjilanit, por ne nuk jemi ndalur ende, po vazhdojmë intervistën. Si që duket Genta është duke shqyqu diçka. Genta, po, është një fotografi. Jo, sa e bona një fotografi me një fans temën. Edhe u shkue ka bu me njerë fotografien edhe madha. Okej, ja të regojmë pa kamerës. Sigurisht Gent që këto gjana të knaqin. Është një knaci shumë e veçantë për ju. është. Po faten, me zhvillu edhe me ta përu me shumë zitim shumë të madhë se është frigu që po ikë. Ndoshta për vend dhe s'ka me mujtë me ta e fotografi. Sigurisht që ti i rumë këto. I ruj është fakt që i ruj. I kam krejt letrat, krejt shkrimet, krejt poezit, krejt fotografit. Gjdo gjë që më kanë dhurusit e me. Qofte edhe lule, ndoshta ajo u tha, po ja ku majt atë bishtin. I kam gjitha që mi kanë dhurusit e me. Kismet, kur bëhet ndonjë intervist me gjërat që më kanë dhurusit e me, ose qka kam prej publikut, kom i tregu. Sigurisht që Dhëra prej tyre. do e bëjmë edhe atë gjë. Rregull, unë personalisht di që Genta është edhe një vajzë shumë humane. Do të thotë, me qenë se kemi raporte shoqërore të ngjë dhe di se sa jeni humane. Atëherë unë do të ndalem tek një fakt me të cilën kam qenë dhe i pranishëm dhe kam pa dhurata që i ke ble. Do të thotë për persona dhe antarë të cilët janë pjesë të Hendikosit. Një falënderim dhe një përshëndetje shumë e veçantë për të qendrën Hendikos. Do ndalem pak tek femra tek një vajzë e cila është 6 vjeçare apo më shumë nuk di për moshën e saj saktë. Na trego pak për emocionet që ke nxjerr dhe sa është dash, do të thotë si ke reaguar. Unë i kam pa gjitha këto, por ta presim do të thotë nga ana juaj. Emri ka Blerina. Ishte një surprizë për Blerinën që une shkova në shtëpinë e sajna. Edhe Blerina si thanë që ja kam ble një torte për surprizë dhe dhurat. Edhe mas 5 minutave ishim mbledh familja sajën në bar, kanë qenë edhe televizionet privat atje. Unë kom hymë renda mas 5 minutave edhe Blerina 10 minuta kam e të kështu e ngrirë, sepse unë kënga ime e bën Blerinën shumë të lumtun. E bën që ajo të ketë vullnet çdo ditë edhe më shumë për jetën e saj. Po sa ka met ajo me goje e hapur, edhe unë edhe më shumë se sa Blerina. Kamerën edhe televizionin e lash vetëm pak të rinë dhomën me Blerinën ku isha unë, dhe pastaj ju kërkova me shumë lutje të largohen që të kem bisedë vetëm unë edhe Blerina. Bisedën që kemi pasur edhe Blerina, unë nuk jaroj kur pas Blerina. E kam detyrë, e kam moralisht ndihem që duhet t'i shkruj Blerinës çdo javë ose çdo herë kur unë e ndi Blerinën shpirtnesh për me shkru edhe me ju falenderu edhe me pyet çush është. Ajo më tha, ja kom le një zinxhir, ja kom dhënë dhurat me shkronjë nga që ta mban ajo. Shumë dhurata të tjera. Unë po e përmendi që ato që kom pas qef ajo me pas. Edhe ajo më tha që për çdo ditë ta e puth zinxhirin, tha edhe më kujton mua edhe i bën gjëra që duhet me i bo për çdo ditë. Ushtrimet, me hec më shumë, me livrit më shumë trupin. Edhe unë jam vullneti saj, edhe ajo është vullneti jem. Dash Zotit që të qërohet sa më shpejt dhe tjetë gjithmonë e pranishme në koncertet e tua, tjetë sa më afër te.
Ajo ka qenë me një koncert timin, është hera e parë që është dalë nga shtëpia dhe ka qenë me një koncert. Edhe ishte rritë shumë, sa që nuk e kom njoftë kur ka ardhur në koncertin tim. Më është bo qefi shumë. E përshëndes Blerinën, edhe krejt familjen e saj, edhe ju faleminderoj shumë. Mua. Rregull Genda, kthehemi pak saj për krah koncertet humanitare, do të thotë sa merr pjesë në to, na trego pak sa do të thotë për gjitha iniciativat humanitare. Gjithmonë jam e pranishme, aq sa ka mundësi, aq sa munde, ndihmoj. Kënaqësi shpirtërore e ndi kur unë e kënaqi një njeri tjetër. Edhe gjithmonë e bëj. Rregull, dhash Zoti që të gjithë ata që ka nevojë për ndihmën, që plotësohet dëshira e tyre dhe t'jemi sa më të njerëzishëm se të gjithë jemi njerëz dhe t'ju ndihmojmë të gjithë atyre që ka nevojë. Dhe dhash Zoti që sa më shpejt të ndalin gjërat, do të thotë të jetë të gjithë ata në rregull siç ata duan. Tani do të kthehemi tek kënga jote, tek karriera juaj. Pas këngës Pse të dua ty, vije do të thotë videoklipi tjetër. Po flasim, ta bëjmë të qartë që po flasim vetëm për videoklipet e Genda Ismailit, do të thotë që janë të realizuara, që do të kemi mundësi edhe për t'i parë, do të thotë në televizionit. Tani ndalim te kënga Possessive. Një këngë që triumfoi, një këngë që mori çmim, një këngë që pam dhe një gen tjetër. Na fol pak për këngën dhe për videoklipin dhe për çmim. Kënga është realizuar të Darko Dimitrov në Shkup. Këngë që edhe unë vetë e preferoj, e dua, më pëlqen kur e këndojnë në skenë para publikut, se edhe ata e dojnë. Klipi është realizuar në Shkup. Është realizuar në Shkup me Fabrikën. Mori pjesë në Video Grand Prix, ku unë aty e mora vendin u shpërbleva me çmimin e dytë në tër Evropën, që ishte kënaqësi për mua. Videoklipi më i mirë i dytit do të thotë i rënditur në Evropë. Po. Wow. Na trego pak për këtë emocion, për këtë çmim. Na trego pak fjalë. Ka shumë gjëra ti tregoj çka ka ndodhur prapa skenë, para se të filloj, para se të marr pjesë në Video Grand Prix. Të gjithë këngëtarët aty që merrshin pjesë, i kom njoftu, ishin shumë të mirë, edhe të gjithë më uruan me shumë gëzim edhe me shumë, se di, nuk e kom prit gjitha të respekt atje, jom kënaqur edhe kur s'kom e harru. Cilin vit parafërsisht ka ndodhur? Në vitin 2006. 2006-2007. 2006. Okay. Pas Possessive vije kënga Sajlaçe. Farmaci për ty i kam kërkuar. Është interesant se sa që e këndoj këtë këngë gjithmonë më shkon mendja tu e kënu një fëmijë vogël. Qikat e vogla kur më ledhen Sajlaçe farmaci për ty i ka. Edhe kur ta këndojnë koncertin tam gjithmonë i mbledh i fëmijët me orën skenë me mua, se di pse e kam qatë ndjenje. Na thuaj pak për këngën, një këngë interesante, një tekst interesant, Sajlaçe farmaci ke kërkuar. Ej, për këto duhet me pyet Avni Çailin. Kemi diskutu shumë, Avni, qysh be Sajlaçe në farmaci mi kërku? Gen, tha, të kesh besim në mu ma ke dhun tekstin me bo, tha, dhe qështu duhet me lotash. Fjalla është e jotja, punë është e jotja, u kry, Avni. Rikthehemi tani tek videoklipi. Na fol pak për videoklipin. Një foto? Videoklipi Sajlaçe është punuar me në Shkup prap. Fabrikën jo. Uaj, pas në arru emrin e të shti produksionit. Videoklipi është, edhe ky videoklip është punuar në Shkup, Sajlaçe. Dua t'i falenderoj shumë Artën edhe Kacin, me të cilët kam filluar të punoj, edhe kur unë e kom marrë parukierin të me veti në Shqipëri, krejt u çuditshën. Thoshin qysh këngëtarja me marrë parukierin me veti, i ka ardhur interesant.
Edhe me artën edhe kacin, do me thonë, e kom fillu. Edhe prap bashkëpunoj, po më shumë tani po bashkëpunoj me Saimin. Po në rastet të caktuara me Saimin, rastet të caktuar me artën edhe kacin. Cilët ju falenderohem shumë, aty më kanë regulu ata. Duhet me I përmend këta njerëz, sepse këta njerëz janë shumë të vlefshme në jetën time, edhe me të cilët kam kalu shumë kohë. Edhe kam për detyrë, edhe detyrim moral t'i përmendi të gjithë. Okej, tani po e bëj një pyetje pak sa më provokative. Zgjidh pa emra po e bëj, po do të thotë vetëm na tregosh gjinin, do të jetë mashkullore apo femërore, cilëve nuk e pas rastin t'i thuash faleminderit ose më fal, dhe nëse do, ose nëse ke ndonjë person që nuk ke harruar ose për t'i thënë faleminderit ose më fal, ose ti tregosh që sa shumë e do, thuaje përmes Ziko TV-s. Nanës tem. Më falë në qofë se të kom bo nërvëz, krejt minutat falmi, sekundat, edhe faleminderit shumë, që une jam genta që jam, edhe genta që jam, faleminderit shumë, që më ke rritë kështu si duhet. Edhe sakrifikica që ke bo. Okej, tani pas tyre fjalëve të ëmbla, dhe që I tha për personi më të çmuar në botë, për gjithë Babi edhe nana. Jam prindërit. Po nana ka meritën dhe dashurinë e saj më të veçantë. Tani do të shkojmë me këngën Sajlaçe dhe do të rikthehemi sërish për të zbuluar planet e reja, për të parë se kush përkujdeset dhe sa është e vështirë Genta gjatë kohës kur qëndron prapa skenës, gjatë kohës kur është duke bë gati. Genta do na tregojë në hollësi këto gjëra. Tani do doja ti përshëndes tavlinën atje. Hello. Një përshëndetje për Edonën, Saimin, Lolën dhe gjithë ata që janë atje. Unë do doja ta përshëndes Edonën, në veçantë e cila përkujdeset gjithmonë për intervistat e për gjitha këto. Atëherë do të rikthehemi tek një këngë tjetër, një realizim tjetër. Sklavti më kurz do t'jesh. Një këngë realizuar për trafikimin e qenieve njerëzore me projekt të ministrisë. Na thuaj pak fjalë si e ndi do të thotë në këtë këngë. Një këngë me një tekst domethënës për jetën, po. Për jetën e reale, se me qenë se kemi ende femra ose kemi ende njerëz. Na thuaj pak fjalë për këtë këngë, për këtë videoklip, se më pas do të shtoj shumë diçka se kam qenë pjesëmarrës dhe do të shtoj shumë diçka pak mbrapa skenës, pak gjëra të ndryshme. Unë isha shumë për po me realizu këtë projekt, se është edhe ka qenë pjesë e humanitetit që e kom bo, edhe e kom premtu që gjithmonë kom e qenë pjesë e këtyre projekteve për me ndihmu edhe për me qenë kundër seneve që nuk janë njerëzore. Rregull, videoklip. Për këtë punë është realizu kënga dhe ka qenë kënaqësia imja me bo. E kom bo me shumë kënaqësi këtë këngë. Përpos kësaj kënaqësi, unë do të thoya që mund të them ndoshta ka qenë ndoshta një ndër videoklipe gjatë xhirimit që ka shuar atmosfera më e madhe, ndoshta se çdo videoklip tjetër, mund të them. Po, është kriju një atmosfere jashtëzakonshme gjatë xhirimit të klipit Sklavti kurz do t'jesh. Kemi edhe xhirime, Edi. Në YouTube, po. Po, edhe ti ke qenë pjesëmarrësi në kryesor në videoklipit, Palacio. Ose Kloni, se Kloni e kanë qujtë, po Klon, Palacio. po Palacio të kena bo, është në videoklip është po. Okej, unë do të ndalje pak tek pjesa e xhirimeve. Ka qenë një ndër, ndoshta nuk kam qenë pjesë të çdo xhirimi që është bërë, po një ndër xhirimet më interesante, se zgjiru ndoshta në pjesët të frekuentuara nga njerëzit. Dhe unë të ndaljem tek pjesa kur unë kanë qenë hypu në shkallë, ndërsa ti e ullu në tokë, që ka qenë pjesa më e vështirë për të realizuar. Diku rreth 2 orë ose 3 ka zgjatur ajo pjesa, me qenë se nuk na ka lënë kerë të dalë të fotografu. Me Palacion, jo, po me Gentën. Genta.